Sipas një fakti të thjeshtë, Skënderbeun e helmuan Osmanët në bashkëpunim me venedikasit. Gjithherë kam pas dyshime rreth vdekjes së beft heroit ton kombëtar në Lezhë, në 17 janar 1468, kur thuhet se vdiq nga malaria. Nga malaria në janar, vdekja e tij vjen në një kohë kur Venediku ishte shtrënguar me mbrojtje zotënimet e veta për osmanëve në atë që quhej Shqipnia Venedikase, Albania Veneta, shkruan Ilir Seci në studimin e tij. Me anë të marrëveshjeve me osmanët, Venediku hoqi qafë rivalët e hershëm, Republikën Detare të Gjenovës, kështu që në fillimin e luftës me osmanët, në vitin 1467, venedikasve ju interesonte mbështetja dhe përthithja e tam potencialit shqiptar për me përballuar osmanët, por nuk i interesonte Skënderbeu si komandant legjendar, i cili nuk pranonte nënshtrim ndaj askujt, as ndaj Venedikut. Ishte janari 1468 një rast i mirë për venedikasit me hek qafë një kundërshtar që kishte shkaktuar vetëm andralla për ta? Përveç venedikasve, ishin dhe osmanët të interesuar për vdekjen e Skënderbeut. Ata kishin qenë të interesuar nga dita e parë. Ta kenë helmuar një nga këto dy fuqi, osmanët ose venedikasit? Ku i dihet? Por malaria në muajin janar më duket si e zorshme nuk ka përdi. Duke llogaritur se çfarë dimër është ashpër, ishin para 500 e kusur vjetëve, po si mund të fluturonin mushkonjat në ato temperatura? Dhe e dyta, mushkonjat tona e kanë pushimin letargjik të dimrit. Pak njohuri nga biologjia e cila thotë: ripordhimi i mushkonjave nis kur meshkujt dalin nga gjendja e pupës dhe temperatura mesatare arrin 21 gradë Celsius. Mashkulli dhe femra shqetësohen në fluturim, duke fekonduar vezët në 10-15 sekonda. Mashkulli ngordh pak kohë më mbrapa dhe femra menjëherë duhet të thithë gjak, derisa vezët arrijnë në pjekjen e tyre. Mbasi është ushqyer, depoziton vezët në sipërfaqe të ujit. Vezët hapen pas disa ditësh duke nxjerrur larvat, të cilat ushqehen me mbetjet vegetale në dekompozim. Në 2 javë, ato transformohen në pupë, që është dhe faza finale. Kushtu kryejnë metamorfozën në formën e rritur, fazë kjo që zgjat disa ditë. Kur të rriturit dalin peri ujë, meshkujt ushqehen me nektar, kurse femrat duhet të presin disa ditë derisa të forcohen aparati i gojës që t'u bëjë të mundur të ushqehen për herë të parë me gjak. Në temperaturat e ulta, femrat e fekonduara dimërojnë deri në pranverën e ardhshme dhe zakonisht ngordhin pasi depozitojnë vezët. Siç e thash dhe në fillim, çdo krim, sado të jetë organizuar në mënyrën më ideale, edhe pas 550 vjetësh, vetëm duke menduar pak, faktet e shpalosin sekretin e krimit. Pra, mund të themi se Skënderbeun e helmuan osmanët në bashkëpunim me venedikasit. To bezmos